E mbaj mend atë natë, jo nga drita, por nga errësira. Ishte në shtëpinë e tij, një dhomë që mbante erë rrobash të palara dhe cigaresh të ftohta. Kisha 13 vjet kur fillova ta doja, pa e ditur pse, por atë natë isha gati 17 dhe isha gati të bëja diçka që asnjë libër shkolle nuk ma kishte shpjeguar me të vërtetë. Ai quheti Redi, por të gjithë i thoshin Redi i gjati. Jo sepse ishte i gjatë, ishte mesatar, disa centimetra më i gjatë se unë, por sepse gishtat i kishte të gjatë. Gishtat e një pianisti që nuk ishte parkur një piano. Ata gishta më kishin prekur për herë të parë në klasën e 8, pas shkollës, kur më kishte ndihmuar të ngrija çantën. Ishte një prekje kaq e lehtë sa mezi e ndjeva. Por unë e ndjeva. E ndjeva në palc. Tani, 3 vjet më vonë, ishim ulur në divanin e tij të vjetër. Mbaja një fustan të zi që më kishte dhënë një shoqe, e shkurtër, më shumë për t'u ndjerë e bukur se sa për të provokuar. Po Redi e shikoi ndryshe atë fustan, e shikoi si një ftesë. E di sa ko kam pritur, më tha ai. Zëri i tij nuk ishte i ëmbël, ishte i ngjeshur, si dikush që mban frymën prej minutash. E di, thash unë, edhe pse nuk e dija. Ai më mori për dore. Gishtat e tij të gjatë, ata që më kishin prekur në klasën e 8, tani më shtrëngonin fort, më tërhoqi pranë. Puthja e parë ishte e thatë, po thuajse e vimshme. Buzët e tij ishin të qara nga i ftohthi dhe unë ndjeva pak gjak në gjuhën time. Kështu është, mendova. Kështu është e para. Por nuk ishte vetëm ajo. Redi filloi të më zbriste fustanin ngadalë, sikur donte ta shijonte çdo buton. Unë u drodha, jo nga frika. Nga një lloj ethe që nuk dija ta emërtoja. Ai më zbriti deri te beli, pastaj ndaloi. Je gati? Më pyeti. Unë tunda kokën, gënjeja. Kush është gati për diçka që nuk e ka provuar kur? Redi u ngrit në këmbë, qëndroi para meje. Dhe atëherë pash atë që deri atë moment kishte qenë e fshehur pas xhinseve të tij të ngushta. Edhe në errësirë, edhe në atë dritë të zbethë që vinte nga rruga, pash që nuk ishte si në fotot që kisha parë fshehurazi në telefon. Ishte më shumë, shumë më shumë. Zemra filloi të më ra aq fort sa mendova se do të më shpëtonte nga gjoksi. A mund të jetë kjo e mundur? Mendova. A është kjo normale? Redi më shikoi dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje që nuk ishte dashamirëse. Ishte një buzëqeshje triumfi. Ai e dinte. Ai e dinte që unë nuk e prisja. Dhe ati i pëlqente panika ime e heshtur. Hapi këmbët, më tha. Jo si lutje, si urdhër. Dhe unë, budalaçka, ju binda. Sepse atë mësim kisha marrë që fëmi. Të bësh çfarë të thot ai që do. Të mos bësh zhurmë, të jesh e mirë. I hapa këmbët. Divani kërciti nën peshën tonë. Redi ul pranë meje, pastaj sipër meje. Pesha e tij më shtrëngoi frymën. Dhe pastaj erdhi momenti. Kur më hyri brënda, nuk di t'ju a shpjegoj. Nuk është si në ato romanca që leconim fshehurazi në klasë. Nuk ishte e butë, nuk ishte e ëmbël. Ishte si të fusi një shpat patel. Një dhimbje e mpreth, e shkurtër, që mund gjit nga barku deri në fyt. Dhe madhësia, Zot, madhësia. Ishte më i madh nga sa dukej. Kur e kisha parë atje jashtë në errësirën e dhomës, kisha menduar, okej, mund ta duroj. Por brënda, në atë hapësirën time më të vogël, në atë vendin që askush nuk ma kishte treguar më parë, ai u bë mal. U bë i gjithë universi. Çdo centimetër i tij ishte një dhimbje e re,
Një zbulim i ri se sa e vogël mund të jesh kur dikush tjetër vendos të zërë të gjithë ty. Redi nuk foli, as nuk më pyeti a je mirë. A i thjesht vazhdoi. Sytë e tij ishin të mbyllur. Gishtat e tij të gjatë më shtrëngonin ijet, sikur unë isha thjesht një objekt për t'u mbajtur fort. Unë nuk qava, nuk bërtita. Thjesht shikova tavanin. Atë tavan të qarë, me një njoll lagështire që i ngjante një harte të Afrikës. Numrova të qarat. 1, 2, 3. Derisa ai mbaroi. Kur doli, ndjeva një boshllëk të madh, jo vetëm fizik, por një boshllëk aty ku dikur kisha një ide se çfarë do të ishte dashuria. Redi u ngrit, veshi gjinset, nuk më shikoi. Ishte mirë, më pyeti, ndërsa ndiste një cigare. Po, thash unë. Gënjeva për herë të dytë atë natë. U ngrita. Fustani më ra rënd mbi trup. Kur fillova të ecja, ndjeva një dhimbje të mpreth me skëmve. Dhimbja e një hapësire që ishte shtrirë më shumë se ç'duhej. Dhimbja e madhësisë që nuk dukej nga jashtë, por që brënda lë gjurmë. Dola në rrugë. Ishte ftohtë. Mbërtheva fustani në rreth meje dhe fillova të ecja pa e ditur ku po shkoja. Në xhepin tim kishte një cop letre. E nxora. Ishte një recetë e vjetër e gjyshes, një caj për dhimbje barku. E shqyta në dritën e lambës së rrugës dhe qava aty, në mes të askundit. Jo për Redin, por për atë vajzën që kisha qenë para disa orësh. Ajo që mendonte se madhësia e një njeriu matet me zemër, e jo me atë që futet brënda teje. Kaloi një vit. Redi u largua në Itali. Më la mesazhe disa herë. Të kujtoja të natën. Por unë nuk u përgjigja më. Jo sepse isha e zemruar, sepse isha e turpruar. Turpruar që nuk thash ndalo. Turpruar që hapa këmbët për dikë që nuk meritonte as gjurin tim. Por me kohën mësova diçka. Mësova se madhësia nuk është problem. Problemi është kur ai që hyn brënda teje nuk pyet, a ka vend? Kur ai supozon se trupi yt është thjesht një shtëpi pa qelës, ku mund të hyj kështu me forcë pa trokitur. Sot, kur më kujtohet ajo natë, nuk kujtoj dhimbjen. Kujtoj tavanin me njolla. Kujtoj veten time. Atë vajzën 17 vjeçe që mendonte se dashuria ishte të durosh mavsin që nuk e prisja. Tani e di. Dashuria nuk dhëmb kur hyn. Dashuria gjen vend. Dashuria nuk të bëhet malbrënda. Dashuria të bëhet shtrat lumi. Por atë natë, unë hapa këmbët, dhe kur më hyri brënda, ishte më i madh nga sa dukej. Dhe ajo madhësi nuk ishte lavdi e tij. Ishte kufiri im që nuk dija ta vendosja. Ja, kjo është historia. Jo e bukur, por e vërtet. Ashtu si që përjetoj një vajzë që mësoj në mënyrën më të vështirë, se gjërat më të mëdha nuk janë gjithmonë gjërat më të mira.